Se ka një mendësi ndryshe. Nuk e di, por ne këte nuk e kemi parë deri tani. Zoti Haradinaj mund ta di edhe koalicionet e thonë të kundërtën. Nuk pati ndonjë koalicion përveç atij PDK-s me Lisën për familjen, si dhe ky i vetëvendosës me Guxo dhe një parti tjetër që u bashkuan. Të kundërtat po i thonë. Megjithatë ka ende kohë që të bashkohen në listat e njëra tjetrës. Nuk duhet paragjykoj, ai mund të ketë informacione sepse ka kontakte, por ne nuk i kemi parë si, do të thotë, nuk është parë ndonjë bashkëpunim më i ngushtë ndërmjet opozitës. Kisha për të thënë përkundrazi, do të thotë, është një situatë ku ata shumë pak komunikojnë. Dhe e dyta ajo që thash fillim, nëse është dashur të ketë koalicion, dhe nëse duhet të ketë koalicion pasgjetor, ajo është dashur bëhet para zgjedhjeve, dhe vetëm ashtu do të maksimizohet. Ndryshe me këtë konstelacion të forcave që aktualisht është në Kosovë, unë parashoh përsëritje identike të rezultatit të 9 shkurtit. Nuk ka lëvizur asgjë esencialisht që të ketë rezultat tjetër. Dhe këte e kemi parë në zgjedhjet lokale, ta zëm si mostër eventuale e rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit mund të merret Prishtina. Pse Prishtina? Sepse në Prishtinë vetëvendosja ka bërë garë me komplet ish opozitën. Dhe ai rezultat mund të jetë sinjal që mund përsëritet edhe në nivel të vendit. Tani, zoti Qeku ka marrë 48%, unë nuk them se vetëvendosja do ta marrë atë përqindje, nuk e përjashtoj mundësinë që pakës do të bie, sepse mobilizimi i PDK-s, i votuesve të PDK-s dhe AK-s në rastin e votimit për zotin Rama të LDK-s nuk ka qenë në nivelin që do të jetë në 28 dhjetor, dhe kur gjitha i llogaris do të thotë, kur llogaris nivelin përqindjen e votave që ka marrë zoti Qeku. Pastaj angazhimin më të madh të pjesëtarëve të PDK-s, AK-s, e shoh që rezultati në nivel Kosovës mund të jetë shumë lehtë mund të jetë ai që ka qenë me 9 shkurt, dhe nuk e përjashtoj mundësinë me gjasa bukur të mëdha repriza asaj që kemi parë, sepse kësaj radhe është situatë më specifike. Nuk janë këto zgjedhje të rëndomta. Pse nuk janë të rëndomta? Sigurimi i zgjatjes së një votave kësaj radhe nuk zgjidh asnjë problem. Do thotë ti në zgjatjes së një vota e bën qeverinë, ta zëm vendosje, mund ta bëj qeverinë në zgjatjes së një vota, por ajo qeveri nëse nuk siguron 80 vota për zgjedhjen e presidentes ose presidentit, ajo qeveri pas një muaji i bjen. Pra, kësaj radhe duhen 80 vota për ajo qeveri të qëndrojë. Unë nuk e shoh mundësi nëse nuk do të ketë një marrëveshje të madhe politike ndërmjet partisë së parë, dytë ose tretë, përndryshe nëse nuk do të ketë marrëveshje politike, ne shkojmë drejt blokadës së sërishme me shumë gjasa të mëdha, dhe ai pojimi i PDK-s që ka hequr vijat e kuqe, nuk mendoj që shkon shumë pesh, sepse ti mund të heqësh vijat e kuqe si për të krijuar në opinion para zgjedhjeve një pamje të mirë para votuesit, për të tërhequr votuesit si parti bashkëpunuese. Dhe unë them që mirë ka bërë zoti Hamza që ka bërë atë, por ajo nuk do të thotë asgjë nëse ta zëm PDK-ja kur zëm pas zgjedhjeve, ta zëm nëse si partia e dytë eventualisht nëse është ose nëse atje kur zën me postin e kryeministrit. Ajo është pastaj vetëm kemi bërë lojë fjalën, do të thotë. Ka shish çfarë atë vetvendosje nuk do ta jap. Çfarë skenor mund ta presim në figurative, duket që prisit e opozitës tonë apo i kanë harru, apo si kanë ditë kur, apo s'pëdojnë do të thotë me i apliku porosin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Do të thotë që vetëm bashkuar mund të fitojnë. Do të thotë dihet ajo porosia e tij, që kanë qenë fiset të ndame, kanë qenë principata të ndame shqiptare dhe para 600 vjetëve ai arriti që mi bashku të gjithë ata, edhe ata kanë pas interes atëherë, do të thotë kanë pas pronar të tokave dhe i bashkojnë, do të thotë në lezhë. Edhe unë mendoj që këta po që se bashkohen, po që se e zgjedhin një lider politik dhe me propozu për kryeministër nëse i fitojnë zgjedhjet. Do të thotë ndoshta gjasat i kanë